Shumë Mund të ketë dikush atje që po na ndëgjoni Belinde dhe thotë, po mirën, po shkojsh aty psikologu, po qysh po ma shnashka. Psikologu na mëson mekanizma mbrojtës për me jetu me atë pjesë, apo na ndihmon që të ndryshojmë stil tjetës, qëndrim në situata? Psikologu per se si vetëm as njërën as tjetrën. Psikoterapia, po. Do me thënë, një punonjës i shëndetit mendor, se duhet ta sqarojmë, sepse ka shumë. Dhe sa mirë bën që nuk lodhesh duke sjellur gjëra që i kemi diskutuar, por që ka nevojë ndoshta ende shumë të flitet për to. Kur nuk është boll. Psikologu është individ i thjeshtë, si mjeku, si gazetari, si gjithë të tjerën. Psikoterapia, po. Psikoterapia është pjesa e cila bën diferencën pastaj. Sepse është shumë rozë si temë, kur thuhet se unë kam psikologun tim dhe unë shkoj te psikologu im dhe çfarë bën? Çfarë bën atë? Ma e madhja që e pyetja që e marrim. Sakt. Unë kam këto probleme për ditë, çka më bën mu psikologu? Ja, psikoterapia bën diferencën dhe është potenca e vetme, shumë reale, e matshme, e rregullimit të problematikave në shëndet mendor. Kur po them e rregullimit, ka problematika të cilat rregullohen dhe nuk përsëriten. Ka problematika të cilat mësohet të menaxhohen. Dhe ka problematika të cilat menaxhohen përmes psikoterapisë, por nevojitet edhe ekip multidisciplinare. Çka bën një terapist i mirë është që dëgjon me kujdes, merr informacione të cilat është vështirë t'i marrësh nga një klient për një kohë të shkurtër dhe nëse ti në fillimet e punës tënde i tregon që ti e kupton natyrën e sëmundjes, sepse nuk kupton asnjë gjë. Absolutisht asnjë gjë. Një intervistë klinike e detajuar, një dëshirë për ta kuptuar klientin dhe jo për t'i dhënë përgjigje, sepse ato i merr dhe në artikuj shkencor, dhe në një emision, mirë po të kuptuarit e hallit bën diferencën. Dhe pastaj, shumë bukur i cekët jo, këto mekanizma mund dhe mos me ekzistu. Neve i ndërtojmë mekanizmat e ballafaqimit, i forcojmë ata, gjejmë kanale që do me thënë klienti me besu në këta mekanizma, se nga njerë dhe besimi është totalisht i cënuar, i rënuar, nuk ndoshta asnjëherë në jetën e tij nuk ka besuar në aftësitë që mund t'i ketë. Dhe pastaj bëhet, si me thënë, mbledhja edhe identifikimi i simptomatologjisë, pastaj bëhet ndarja e kësaj simptomatologjie, në shkallë është, në kategori është, në cilit problemi referohet, a ka dhe sëmundje tjera bashkëshoqëruese e tjera e tjera. Dhe kur definohet, do me thënë, tabloja klinike, bëhet një plan i detajuar i intervenimit. Dhe ky plan përcillet, nuk është ky plan vetëm një seancë bashkëbisedimi, plani do me thënë ka një objektiv të caktuar, ka një qëllim të caktuar, shfrytëzimin e teknikave për me e ndërtu për shembull një aftësi ose shkatësi të caktuar, për me e testu atë dhe mandej për me pa cili është rezultati. Më thënë, puna psikoterapeutike është jashtëzakonisht e vështirë, edhe është jashtëzakonisht e dhimbshme Sara, sepse na ndoshta kemi potencë të jashtëzakonshme dhe për x arsye nuk besojmë të ajo potencë dhe ty të nevojitet do me thënë një punë sistematike për të kuptuar që ti ke këtë shkatësi dhe e menaxhon këtë krizankthi, për shembull në një të folur publike, ose e menaxhon këtë fatigë në një X ambient në të cilin të kërkohet që t'jesh prezent, e menaxhon këtë trigger që të vijë në saj të problemeve tjera potente në shëndet mendor e tjera. Prandaj psikoterapia bën diferencën nga një bisedë e zakonshme, nga një takim me psikologun e tjera.